بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجثى لفديت falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falënderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi profetin e njerëzimit, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjes së tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, fillimisht i falenderojmë Zotit të Madh Gjelle Gjelalu për të gjitha të mirat, për të gjitha begatit me të cilat na ka begatuar. Çdo mirësi është e Allahu Gjelle Gjelalu. Wa in tuhsu, nuk ka ndonjë begati që e keni, thot Allahu te bareke ve teala, nëse tentoni dhe provoni që ta numroni, s'keni mundësi për ta përthekuar. Gjithashtu falenderojmë edhe këshillin e xhamisë në krye me khatibin e kësaj xhamie për ftesën që na e kanë bë, që t'i ndajmë disa minuta së bashku për të lexuar nga libri i Zotit, për të mësuar nga fjalët e profetit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të mësojmë diçka e cila e rrit imanin ton, e cila e shton devotshmërinë ton. Nga se kjo është edhe qëllimi i Ramazanit dhe objektiva e Ramazanit, që besimtari të del nga ky muaj i pastër prej mëkateve, duke fituar kënaqësinë dhe rizallokun e Allahu Gjelle Gjelalu dhe duke liruar qafën e vet prej zjarrit të xhenemit. Të nderuar xhamatli, ne gati gradualisht 2/3 në Ramazanit po e përcjellim. E lutim Zotin e Madh, Allahu ta ketë bë kabull për neve agjërimin, t'i bën kabull për neve namazet tona, sadakatet tona, dhe të na mundson që kjo pjesë e cila na ka mbetur, e që është pjesa më e mirë e Ramazanit, ku shpresohet në ta me kanë edhe nata e Kadrit, Allahun e lutim që Allahu na jep vullnet, na jep shëndet, që t'i mbushim këto net dhe këto ditë me vepra të mira, larg gjunaheve, larg mëkateve të cilat e hidhrojnë Zotin e Madh te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, besimtari në Ramazan ka një varg frytesh të cilat duhet t'i vjell, dhe duhet një varg kontrollesh që duhet t'ia vënë vetvetes, nga se për këtë vjen Ramazani. Një herë një vit për t'i kontrolluar gjendjet e besimtarit, për t'i kontrolluar dhe për t'i testuar takvallëkët e besimtarit. A jemi ne njerëz të gatuar për xhenet? Të nderuar xhamatli, gjëja e parë me të cilën Allahu xhaneve na teston në Ramazan cila: a jemi të gatshëm t'i bëhemi rob Zotit të Madh? A jemi të gatshëm që të gatuhemi për xhenetin e Zotit te bareke ve teala? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u kishte treguar sahabeve se njerëzit që gatuhen, që janë të destinuar, janë të përgatit për të hyrë në xhenetin e Allahu xhelal, janë njerëz special. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pos shpirti musliman. Allah na bëj fitën ya rabbel alamin. Pastaj ka thënë për xhenetin e Zotit xhelal xhelalu, xheneti i Zotit është i shtrenjtë. Ala inna sil'at Allahi ghaliya, artikulli Allahut është i shtrenjtë. Ala inna sil'at Allahi al-janna, dhe ta dini se artikulli, ai malli që Allah e ka nxjerrë në panajirin e madh për ta vlerë, cili o xheneti. E tani ne në Ramazan mund ta testojmë vetveten, a kemi gatishmëri që ta blejmë xhenetin e Zotit xhelal xhelalu? Pra tregu është hap. Çka ki blej deri sot? Që 20 ditë afërsisht të Ramazanit, çka bleve? Natyrshëm se s'ki me blej diçka e cila është materiale. Natyrshëm se s'mundesh me e prek atë e cila ka mundësi mu blej në Ramazan. Por se na kemi ardhur në Ramazan dhe kemi zonë Ramazanin për blej diçka të ndëruar xhamatli. E kur themi për të blej, a është term i jashtëzakonshëm për xhenetin? Jo. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an: inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Allahu i ka bler shpirtat e besimtarëve, bi anna lahumul janna, për këmbim, apo ti e shet shpirtin, e blen xhenetin Allahu te bareke ve teala. Pra gjëja e parë Ramazan të ndëruar xhamatli, Allahu po ta mundson me i këtë treg të madh, këtë parajir të madh për të blej diçka. A e keni pa kur hyn dikush në market? Apo edhe ka parë, edhe i ka pasurit. Nëse s'blen kur gjë, nëse shkon dikush në gurbet, për çka shkon? Për me blej diçka.
për me arrit diçka, ja një shtëpi, ja një dyqan, ja një të ardhme për vetën çka e flasin njerëzit. Për këtë arsye, çdo kush i cili kontribon në dunja me takatin e vet, ai duhet me blej diçka. Nëse një njeri rrin 20 vjet, edhe 30 vjet në gurbet, edhe dështon, as në shtëpi s'u ndreq, as biznes s'u hap, as pasuri s'u mbledh, çka i thonë njerëzit ka dështuar. 30 vjet i ka harxhuar në gurbet kur gjos ka marr. 30 vjet. Pra një njeri na që ka rrinë 30 vjet gurbet, edhe nuk i rrit statuset e veta ekonomike, i dhemi dështum. Po ti për çka shkova atje? Për të punuar. E tani, nëse shikojna pin ahiret dunjajën, na këtu jena në gurbet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka më lidh mua me dunjajën? Pos kalimi. Na jena këtë në gurbet, këtë kalim thjena. Andaj ka thënë alaihi salatu wassalam Abdullah ibn Omerit radhiyallahu an, kun fit dunya ka annaka gharib. Jeton dunja sikur mo qenë i huaj. Pse me qenë i huaj të ndëruar xhamatli? Sepse dunjaja komplet, ka thënë Allahu xhelle xhelalu, inma hadhihi alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahun. Këtë dunjaja veç argëtim. Shikoj njerëzit sa shpejt i kalojnë 30 vite, 40 vite, 50 vite, 60 vite, edhe ju vjen përfundimi. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, jemi në Ramazan për të ble, ama jo me ble me materialin e kësaj bote, por me ble me materialin e botës tjetër. A e blem xhenetin e Zotit xhelle xhelalu? A u gatuam për xhenet? E dikush thot, e çysh ta diun e hoxho? A jam të blej xhenetin, tash kallzojna. Tash e kupton në Ramazan, a je tu blej diçka për xhenet ajo? Agjërimin që e ban, me çfarë cilësie e ban? Nëse jetë e ofruar artikullin për me blej xhenetin Allahu xhelle xhelalu, namazin që e ban, a jetë e bë si duhet? E mos flasim për mos mu fal pas ko namaz. Na po flasim për njerëz që janë destinu, që janë bë kandidat për me hinë xhenetin Allahu te bareke ve teala. A jetë e bë mirë namazin? Apo zakatin kur e jep, a e mbledh mirë? A e numëron mirë? A e shef hakin e fukarajës ati mirë? Haxhin kur e ban, a e diskuton shumë a nuk e diskuton? A e din se atje fitohet xheneti Allahu xhela jo? Haramët a i le. Krejt to janë artikulli jot. Ti që ta ja jep Zoti, se s'ki që të shkati. Ti pare së një jep Allahu xhela xhelalu. Ti pare së një jep Allahu te bareke ve teala. Ti edhe kur jep sadaka, ti e jep, ti veç e shpërndan parën e Allahut, pin xheptan e jep xhep fukarajës. Ti realisht së ne blen me ato parë xhenetin, po e blen me imanin tan sadaka, e blen atë xhenet. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mësimi i parë që duhet mos na ik në Ramazan është se jemi në tregun e ahiretit. Jemi në pazar të ahiretit. Zban me hin pazar të ahiretit, mos me blej kur gjo. Aruna zot me hin xhenem. Aruna zot, nga se qëllimi është që ne t'i lirojmë qafat tona, sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah a'tiq riqabana min an-nar. O Allah, liroj qafat tona pi zjarrit të xhenemit. Liroj qafat tona prej atij azapi që ke përgatit për pabesimtarët. Për këtë arsye jemi në treg dhe sicili prej neve përgatit pasurinë e vet, komplet çka e ka për ta blej xhenetin e Zotit xhelle xhelalu. E pejgamberi sa për të kallxu se tregu i shtrejt çka ka thënë? Ka thonë ta dini se artikulli i Allahut është i shtrejt. A e keni pa të ndëruar xhamatli? Nëse njëri për shembull shkon me blen një shtëpi, apo shkon me blen një dyqan, apo shkon me blen një pasuri, një vetur. Mirë, po pasuria e tij, ai nuk e di se nuk ka çka po do me ble. Nëse njëri për shembull niset me blen një shtëpi 200-300 euro, a ki i ngrati si ka 200-300 euro. Edhe se e gjen rrugës, edhe i thon ku je të shku, jam të shku me ble çat shtëpinë. Çka i thot njëri çka e din pasurinë, çka i thot, ti s'ki parë ças për me ble ata. Ti s'ne mrin ata. E mirë, ai ke thonë ndonjëherë vetes tane, ti s'ki që ka shtak vëllëk me një xhenet. Ti si tu falë që ishtë duhet për me hinë xhenet. Ti si tu agjërus bashkë si duhet, si tu edukue me karakteret e islamit si duhet për me blej xhenetin Allahu xhelle xhelalu. Të ndëruar xhamatli, a mundet dikush me 300 euro me blej një shtëpi 300.000 euro në dunja? S'mundet. A mundesh ti me e blej një vetur 50.000 euro me 50 euro? Së ne blej. Si mendojnë ana me vepra të cilat janë shumë të vogla, pa cilësi, devotshmërie, me e blej xhenetin Allahu xhelalu ala, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ta dini se artikulli i Allahut është shumë i shtrenjtë. Një shtëpi këtë dunja njeri sa zor jep me ndreq. Po shtëpia e Allahut, e cila në ta s'ka as azab, as përfundim, as vdekje, as siklet, as mërzi, as pikëllim, veç knatësi, veç argëtim, veç bavitje, përgjithmonë
a kushton pak? Sa të ka shku ti me ndresh një shtëpi këtë dunja? I e lodh. Edhe ata ti kur ti bash vitet për me egzue, ma shumë egzojnë pak e vlatë se ti. A menon se xheneti blehet kollaj? Jo vallahi. Thot Allahu në Kur'an: "Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum." Jo a menuta mos e keni bëu sa me i lën xheneta. Shumë prej problematikave vijnë se njerëzit mendojnë se me pak blehet xheneti Allahu xhelal. Të nderuar xhamatli, xheneti Allahu të shtrenjtë. Apo shikoni në Ramazan njerëzit thonë elhamdulillah shumë mirë hoxha. Atmosferë, shiddet, shihret, mirësi. Kjo të ndërum xhamatli, Ramazani nuk vjen neve me na i bosh shiret këtu. Jo. Në treg ke shireta. Ama nëse dalma se shiret tregu do mu mbyll. Tregu do mu mbyll. Panajirja ti ar funi. Na ena të përcjell ditë të tretat. Na kanë me edhe në fund edhe 10. Tregu do mu mbyll. Nëse në Bajram nuk del xhenetli me gjunahet falta, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, një ditë për ditëve ka i në khutbe dhe ka thonë amin. Se ka ditë sahabët që ka thonë ja Rasulullah, hipen në khutbe, thave amin. Qka i be kjo amin? Për çka bone amin? Tha erë Gjibraili, meleku ma i madhi Allahu Gjelluala. Dhe i ka thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam, o Muhammed, ai i cili e mërin Ramazanin, a e kena mrina? Ai i cili e mërin Ramazanin dhe nuk ja falë Allah i gjunahët, pro kise banë vetën, nuk e gatun vetën, me ja falë Allah i gjunahët, zvarë në gjenem shkoft. Apo, sikur kur i thu diti kujna, që sa vjetë ki shku në shkollë, që 8 vjetë, 4 vjetë, prasaj 4 vjetë, 3 vjetë, varsisht, edhe në fund këtë ka të shtu, që i thu, po ja zëk bet koft, po sa investimi e bobo të ti, sa parëve njërës ti kanë dhonë të ti, sa nana e sa babat ka quë ti, qa pas ke boti? Apo, pra, këtë të investime, Allahut ka kryuë, Allahut ta ka mundësu Ramazanin, Allahut ka dhonë shëndet, Allahut ka dhonë men, Allahut ka quë gjallar, ka quë djetar, hafëzlar, Kur'an, hadith. Po pse mërë se fitove gjenetit? Po në treg keve, pse mërë nuk e blejte? Kur i pate mundësit, parët i pate, mundësit i pave, pse nuk e blejte? E nëse nuk e blejnë, qka i bije? Po nuk e blejve gjenetin, pa dëshirën ta në blejhet gjenemi. Kur kush gjenemin se blejnë? Ajo i ven se ka blejt gjenetin Allahu Gjelalu. Për këtë asyje të ndëruar xhamatli, shfrytëzoni Ramazanin në maksimumin e vet. Lironi qafat e juve pi gjenemit, lironi qafat e juve pi ndëshkimit të Zotit, edhe fitoni rahmetin e Allahut në këtë muaj. Kjo është kryesore këtë Ramazan, që dalim çfarë? Që dalim ne fitimtar të Allahut te bareke ve teala. E dyta të ndëruar xhamatli, çka ka në Ramazan? Diçka s'ka jashtë Ramazanit. Se nuk ka jashtë Ramazan, veç Ramazan ajo. Allahu gjëran Ramazan e ka përmend vetëm surën Al-Baqara. Veç surën Al-Baqara. Asnjë surë se ka përmend agjërimin jashtë surës Al-Baqara, surja e dytë me radhë mushaf. Më e gjata në Kur'an. Me 49 faqe Kur'an. Në rregull. Veç që aty a përmend Ramazani. Allah e përmend Ramazani, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayyaman ma'dudat shahru Ramadan wa idha sa'alaka ibadi uhilla lakum laylatus siyam. Këto 5 ajete zven agjërimi më në Kur'an kurkun. Vini re. 5 ajete në Kur'an e kanë bë keq këtë Ramazanin. Tani, kur e përfundon Allahu te ajeti 5, e përfundon vargun e agjërimit, çka thot? Kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu kështu asqaron njerëzve argumentet e veta, për në mënyrë që ata të arrijnë devotshmërinë. Vini re të ndëruar xhamatli. Allahu thot kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas. Allahu asqaron njerëzve argumentet, pse njerëzve? Ramazani për muslimanët apo për njerëzit? Është për musliman. Mirë pa Allahu thot, Ramazani ka një sekret. Nëse një njeri, kanë thënë dietarët, hin Ramazan, ditën e parë ti jo musliman bëhet musliman. Ditën e parë. Pro e zë Islami, jo si musliman më herët. Në Islam hin ditën e parë të Ramazanit. Ramazani garanton me këtë rahmete që ka i shlon Allahu në këtë muaj, që fundi si me e zonë, linnas, një njeri, hin Ramazan musliman, Bajrami e nxjerr xhenetli. Çka i bie kjo? Se në Ramazan të ndëruar xhamatli
arrin besimtari për shpërblimeve çka nuk i arrin jashtë Ramazanit. Pra me fjalë të tjera, ja e blen që këtë pazare kërkusën e blen. Se nuk ta shet më me çka çmim. Nuk ta shet më me çka çmim. Të ndërum xhamatli. A e keni pa tregtar? Nëse çket ujë e shet. Nëse e ka me një vend me e shit 20 dinar. Apo, edhe del një panajiri thojnë që tu nëse e shet që këtë vend, bere mallin që këtë vend, që tash ka e ki që tu 20, për shkak se këtu ka njerëzit turizëm, tash esna 200 euro për gotë, për shishe. Çka thot njeri, ka pe market mallin pse, thot sa e shet që tu 20, që tu beqit ma 200 euro. Njëtin mall. Apo, Allahu çfarë thot në Kur'an? Ja. Kedhalike yubeyinu Allahu ayatihi lin-nas. O njerëz, këtë njerëz ju kemi kallëzue se në Ramazan shitet malli shumë më i shtret. Allahu ta pranon shumë më shumë. A nuk kanë ta nota e Kadrit? Nota e Kadrit khairu min 1000 shahr. Më e mirë se sa, këshire, na e përkthejnë më mirë se 1 minutë. Ama arabisht, bukfalisht sibie më shumë se pafundësisht net. Sepse arabët numërojnë deri 1000, pas 1000 shit vinon 1001, nuk kanë më numra. Edhe kur doin me shtu numrin e shumëzojnë. Edhe e shtojnë. Andaj 1000 është fundi i numrave të arabët. Pastaj shtohet me numra të tjerë. Nata e Kadrit më e mirë se këtë natë të tjera dhe pafundësisht net. Nëse në Ramazan nuk lehtësohen veprat, nuk të bëhen këndshme veprat, nuk bëhet i këndshëm namazi, s'bëhet të këndshme taravia, kur ka më bë? 100% mas Bajramit nuk bëhet. Për këtë arsye Ramazani ka një sekret. Cili është sekreti? Në ta letohet vepra, bane e so, e kini gotit e shit, një artikullit e shit, 20 denare ka çmimin zakonisht. Me thirr dikush bema që ka shishe, i ki ka 200 euro, me çfarë vrulli shkojnë njerëzit në ndërum xhamatli? Me vrull të madh. Pse? Thot ka hip çmimi. E në Ramazan hip çmimi të ndëruar xhamatli. A e dini pse na falën taravi? Pse falën taravi? Pse s'falmi është Ramazani taravi? Se rritet çmimi, hajde të falmi nafile, se paguhet shumë kjo. Në Ramazan paguhet shumë. Pse në Ramazan na e shtojnë edhe agjërimin? Pse lexojnë edhe Kur'anin? Pse i falën edhe namazet e rregullta dhe bëjnë vepra të tjera dhe japim sadaka dhe mundohemi me gjëra të mira? Për çfarë arsye? Se rritet çmimi. Ti mundohesh në treg me bëu sa më të nal. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, ne në Ramazan i rrisim çmimet e vlerave e veprave tona. Andaj Allahu kur ka dash me e ngrit Ramazan, çfarë ka thënë? E jam ma'dudat, ditë të numëruara. A janë numërume? Numërume. Çka numërohet? E vlefshmja. A keni pa të ndëruar xhamatli? A dallon kanari i altanëve edhe kanari i zarzavateve? Ata shka punojnë me altan, me dukat, me flori. Ai shka punon me flori, me ari. A e ka njëtin kanar shka e ka në pazar? Jo. Ai i cili punon me ari, kandarin e ka shumë të hollë. Sepse 1 gram aty ja shton peshën. Ai i cili shet për shembull zarzavate, ai e ka peshën çfarë? E ka peshën te sasia e madhe. A altani ku e ka peshën? Te vet vlera, sa më e vogël ajo kushton. Allah thot, ditët e Ramazanit, megjithëse janë të numëruara, janë shumë më shumë në vlerë se sa këtë një muaj tjerë. Andaj thot Ibn Jauzi rahimahullahu teala, muajt e Zotit i ngjasojnë bijve të Jakubit alayhis salatu wassalam. Jakubi alayhis salam i ka pas 12 djem. Ama Allahu gjelon asnjëri që ka përmend emrin, veç Jusufit. Apo në Kur'an është përmend veç Jusufi. Se pikit muajve, cilin muaj e një këtë bota, këtë një idina me emra, ama një muaj që këtë bota e di. Tash na i kena 8 miliard njerëz në dunja, 2 miliard musliman. Ama edhe ata musliman, edhe jo musliman thonë tash Ramazan. Apo a e dini sa ka prej ditëve që i festojnë të tjerët kur kush nuk i di ato? As i mirë me ato. Apo ama Ramazanin e dikit dunjaja, sepse Allah e ka veçuar Ramazanin. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu, muaji Ramazanit në cilin ka zbrit Kur'ani, është i përmend në Kur'an, andaj e din këtë dunjaja. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Ramazani i jep vlerë veprave të pakta tonat, andaj t'i shtojmë vlerat, t'i shtojmë veprat që t'i shtojna, veprat e mëdhoja tona te Allahu te bareke ve teala. Tjetra të nderuar xhamatli, çfarë kemi në Ramazan? Allahu kur e ka bë obligim Ramazanin, se ka bën muri individuale. Për ka thënë ja ju alladhina amanu, e para shumë si atir. Ja ju alladhina amanu, shumë, o të sa të keni besuar. Pastaj ka thënë kutiba aleikum, s'ka thënë kutiba aleike.
Po ka thonë kutibe alejkum, juve u shbo obligim agjërimi, që të kuptojmë diçka tjetër të ndëruar xhamatli. Shpesh herë ne i kuptojmë disa prej detyrave në mënyrë individuale. Mirë po, pëshësia dhe sekreti i mirësive të Zotit xhelel xhelal është fshihet në grumull. Për shembull, kur agjërojnë ana jashtë Ramazanit vet, ka dikush agjëron të hanën, tejtën, ditë të bardha e kështu me radhë. A bëhet Ramazan? Jo, nuk bëhet. Kur e falmi namazin apo shtëpitë tona, a ka nisoj shpeshën sikur kur e fal në xhami? Jo. Apo, kjo është shtëpi, murat, po. Edhe shtëpia e murat e shtëpisë tonë. Pse nuk janë të njëjta? Pse nuk janë të njëjta? Sepse Allah thot kutiba aleikum. Bashkë me ninuar. Bashkini me ninuar. Bashkini mu fal. Që kjo bashk i jep vlerë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, namazi atij i cili falet të shtëpia me namazin atij i cili falet me xhamat, sa dallon 27 herë. 27 herë. A e dini, e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhis salam? E kanë pyet pejgamberi alayhis salam për vlerën e namazin Kabe. Allah na mëson hax dhe umra ya rabbal alamin. Kabe të ndërum xhamatli, ni namaz sa e ka peshën? A e ka si kjo xhami? Jo, dhe kjo është shtëpia e Allahut. Edhe këtë të xhamitë tona janë shtëpitë e Allahut. Ama a e kanë vlerën si Kabja? Jo. Sa një namaz në Kabe? 100.000. Sa vjet dush mu fal ti për një namaz në Kabe, ajo e mrin vet. Pse e mrin? Njëna prej komenteve është se vet Kabja ka vlerën. Allahu xhela ka thujt Beitul Atiq, shtëpia e vjetër. Tjetra, sepse këtë dunjaja janë kthi ka Kabja, andaj asaj rritet të vlera kush falet aty. Këtë dunja, na tash këtu ka kthehemi, ka Kabja apo? Këtë ku jemi në dunja lindje, përëndim, veri, juk, këtë kthehemi ka Kabja. Pra, për shkak se këtë 2 miliard musliman kthehen ka Kabja, andaj Kabja i jep vlerë namazit për 100.000 herë. E tani kthehemi dalmi te Ramazani. Pse Ramazani ka shumë vlerë? Pse një vepër ka shidet? Pse një vepër ka lezet, ka kënaqësi shumë më të madhe se sa kur e ban jashtë Ramazanit? Sepse grumbulli i jep vlerë veprave. Andaj të mësohemi t'i bëjmë veprat bashkarisht. Kur ta shifsh një mëkatar, thuj Allah, ecë edhe ti mos ban gjuna. Kur ta shifsh dikon që nuk e kryen farzin, Allah, banë ti krye farzin. Apo duhet mobilizim shoqëror, social, jo veç me shkuse, veç nuk i në xhenet. Andaj Allahu në surën e Zumar, kur i ka përmend radhitjet e njerëzve për xhenet dhe xhenem, çuçi ka përmend? Është në surën Kur'an e mban emrin surja Zumar. Zumar çka i bie grumull i madh i njerëzve. Turm, tuf. Apo Allahu ja kur i përmend banorët e xhenemit edhe banorët e xhenetit, Allahu na po pi xhenetlive, çuçi i përmend, thot vin grumull. Grumull. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, o ju besimtar, shtohuni, martoni ato gra që i doni dhe ato që lindin. Pse? Fe inni mukathirun bikumul umama. Sepse unë ditën e kiametit gëzohem dhe krenohem me numrin e madh juve para popujve të tjerë. Para popujve të tjerë. Grumull i madh i njerëzve. Për këtë arsye, shidetin, rahmetin e fitojmë grumull. Andaj ka thënë kutibe aleikum, juve bashk ju është bë obligim agjërimi. Andaj efekti i agjërimit është kur bëhet bashk. O bëhet bashk. Apo tani, na kur kush se dinë çto ka agjëruar ajo. Apo, ama ku e merë lezetin? Allah e di. Krasia, a e din na kush ka agjërua? Na iftarin e hangrën bashk. Ama kush ka agjëru nuk e dina. Fe innehu li wa ana ejzibe. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thonë Allahu xhelel xhelal, agjërimi o jemi. Çka i bie jemi? S'ka mundësi kur kush me detektuar. Tash na kena me fal taravien me vet dikush për jashtë. A erdh me filani po valla erdh. A erdh hoxha erdh. A erdh afunzi po erdh. Në rregull. A kisha gjëru be hoxha? Se diti. E di? A di a ka më gjëru ajo? Asun për ti se di, as ti për mu se di. E pse? Sepse Allah dhëtë kjo e jemja. Ama ju bane bashkët punë. Për këta syje të ndëruar që më të li, Zoti i madh dëshiron që veprat bëhen bashkarisht, që neve më na udhim të edhe ma i vogli edhe ma i madhi mos ta shoh në xhenem. Për këta syje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i edukon të sahabët që veprimtarit i bëjnë bashkë, që adhurimet i bëjmë bashkë, që krejta ato ceremoni që Allahu i ka zbrit në tokë të bëjmë bashkë. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur ka dal imam, o ju musliman, ka thonë drejtoni safët. Tarasau,
ngjit në njëri me tjetrin, banë vijën mirë, apo sepse me laçet falën bashk, falën saf bashk. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, le ta mësojmë nga Ramazani organizimin e veprave të mira bashk. Ai s'boj iftari pa u bë këtë bashk. Njëri bën një punë, tjetri një punë, tjetri kryen një detyrë këtu, disa punë nuk i kryen dikush as nuk i shohna, por çfarë arsye? Për të treguar Allahu xhelalu ala se Allahu e shlon rahmetin kur jepet bashk. Dhe e fundit nderuar xhamatli. Allahu xhelalu kur e ka përmend rahmetin në Kur'an. Kur e ka përmend rahmetin në Kur'an, e ka përmend فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Rahmetin tem ka me ja u shkrujt atyre të cilët e japin zeqatin. Kanë diskutuar djetarë këtu zeqati qka për qëllim. Disa prej tyre kanë thënë është fjala la ilaha illallah. E disa prej tyre kanë thënë sikur që ka përmend Imam Ibn Gjeriri at-Tabari dhe Imam Ibn Kathiri në tefsirat e tyre se zeqati në këtë ajet është për qëllim çashtu që kuptohet zeqati. Por çfarë arsye? Nga se kanë thënë të gjitha adhurimet kanë një objektiv. Të gjitha adhurimet kanë një qëllim dhe qëllimi është pastrimi. Fjala zeqat është pastrim. E merr pasurinë, e ndan një pjesë, ja jep fukarajët, tjetrën e marr ty. Pra e pastron pasurinë. Qëllimi i këtë adhurimi është pastrimi të nderuar xhamatli. E pse na s'kena hangër bukë tan ditën? Ja mu pastrua. Pse s'kena hangër, se s'kena pi ujë tan ditën? Mu pastrua. Pse s'ke bë bardhanje me kryen tane? Po pastrua. Të gjitha adhurimet e kanë për qëllim pastrimi. Pse ke ardhur sot saf mu fal? Mu pastrua. Baje men, kur të dvene munim pi namazit, kur të dvene munim pi agjërimit, kur të dvene munim pi zeqatit, veç një sen mos haro, jetu pastrua. E në pastrim, a e keni pa për qemë të ndëruar xhamatli? A e keni pa kur bje shiu? Shiu apo pastron? Ama ka njerë i nxirë të bërloke. So a i hea ti mrena edhe, apo njerë i nxirë i bërloke, ama pasanera e pastron. Për këtë arsye, për të pastru njerë duhesh me nxirë të bërloke. E pastaj e shfryzon të pastër. Andaj shpirtat e tonë kanë nevojë për pastrim. Na po agjërojmë u pastruhe. Sikur mos pastroheshim në veçje na lodh kot. Allahu na ruaj nga veprimtaria pa rezultat. Allahu na ruaj nga punët të cilët nuk shpërblehen me pastrim të shpirtit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, Rabbana wab'ath fihim rasula. O Allah, çoja u njerëzve një pejgamber, pasardhësve të mi. Çka ju duhet ai pejgamber? Yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. O Allah, ai pejgamber let ja u lexoje ajetet, ajetet e Kur'anit. Let ja u lexoje librin e Allahut, Kur'anin. Let ja u lexoje urtësinë, sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe wa yuzakkihim, dhe let pastrohet. Pra ky muaj është muaj i pastrimit për karaktereve, muaj i pastrimit për rrenave, muaj i pastrimit të shpirtrave dhe afrimit të shpirtrave me Zotin e Madh te bareke ve teala. Nëse nuk pastrohemi, nuk i pastrojmë karakteret tona, ka thënë alayhis salatu wasalam, çka i duhet Zotit ti mos me hangër bukë dhe mos me pi ujë kur ti rren? A çka i duhet Zotit? Çka i duhet Allahu me thënë mos pi ujë? S'ka kuptim, nuk ka kuptim. Kuptimi çka është? Kuptimi është që ti të pastrohesh nga dytësia e cila e krijon ujit e ti. Apo, pse njëri rren të ndëruar xhamatli? Pse rren? Se është formuar te ai qeliz e gabuar. E mbyte atë qeliz me agjërim. Mbyte atë qeliz me, shikoj sot mjekët thonë, agjëroni, keni shëndet. U mitën të thonë, kinezët e shumë prej evropianëve, agjëroni met në kancerin. Kështu po thonë. E mirë, na nuk agjërojna për me mit kancerin. As për me rujt trupin, ne agjërojmë për me mbyt qelizat, të cilat neve na çojnë drejt xhenemit Zoti xhelel xhelalu. Qelizat pa të cilat nëse nuk pastrohet trupi, nuk mundet me hyrë në xhenet. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, inna Allaha tayyib. Allahu është i mirë. Allahu është i mirë. Wa la yaqbal illa at-tayyib. Allah nuk e pranon post të mirën. Pastrohu, sikur që i pastron dhëmbët e tua, sikur që e pastron trupin tan. A del dënjer pa u pastru jo? A u del pa parfum jo? A del pa u la jo? Andaj pastroj edhe shpirtin tan prej mëkateve, prej gjunave, prej mendimit të keq, prej mendimeve të këqija për muslimanët, për njerëzit. Pastroju, Zoti është i mirë. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mendoni mirë për Zotin e juve. Mendoni mirë për Zotin e juve, sepse Allahu te bareke ve teala thot në hadith, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam të robi që shumë menon ai mua. Çish e menon në Zotin? Çish e menon në Zotin? A e menon Zotin se na do, se na furnizon, se kujdeset për neve, se na mbron neve, se na do neve? Do të më mendu mirë për Zotin ton te bareke ve teala. Për këtë arsye që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte edukuar sahabët e tij në Ramazan dhe jashtë Ramazanit që krejt veprimtarit e tyre ti shërbejnë një qëllimi, pastrimit të nefsit,
qad aflaha man zakkaha. Thot Allahu xhela xhelalu, ka shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e vet. E lutim Zotin e Madh me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu shpirtat tonë t'i pastron ya rabbal alamin. Ti pastron nga çdo lloj shirku, nga çdo lloj mohimi, nga çdo lloj hipokrizie, nga çdo lloj mëkati edhe nefsi që është në shpirtat tonë. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na mëshiron me rahmetin e vet, na mëshiron me afuin e vet, na fal me tolerancën e vet, na bën Allahu te bareke ve teala që në këto ditë të mëdha dhe në këto net të mëdha emrat tonë shkruhen te banorët e xhenetit ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që çdo gjuna që e kemi bë me dije dhe pa dije, Allah na e fal. Çdo gjë që e bëjmë e Allah nuk e do, Allah na largon prej asajna. E lutim Zotin e Madh që Allah na bën prej thtarëve të Kur'anit, ta lexojmë librin e Allahut, ta mësojmë librin e Allahut, ta mësojmë traditën e profetit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allah na mundson që të jemi adhurues të Zotit një, që Allah na bën ndjekës të sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, na bën Allahu të respektuar, na bën Allahu me karaktere të mira, na bën Allahu që të mbajmë lidhjet tona farifisnore, na bën Allahu te bareke ve teala që të jemi shembull për muslimanët dhe shembull për jo muslimanët, që t'i afrohen librit të Allahut, t'i afrohen islamit të Allahut xhel xhelalu dhe ta fitojnë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Ati ku ja kemi qelluar ka qenë prej Zotit, Allahut na shpërblen. E ku kemi gabu ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Allahu në lusim që Allahu të na fal. Edhe një herë faleminderit shumë për dëgjimin, për respektin. Zoti pranof kontributet tona, agjërimet tona, teravitet tona. Allahu na mundsoft me mri natën e Kadrit, duke qenë me vullnet, duke qenë me shëndet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.